Egli flet për herë të parë me zemër të hapur, zbulon raportin me Gjestin pas Big Brother VIP Albania. Pas një udhëtimi të gjatë dhe të trazuar brenda mureve të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Tako ka nisur një kapitull të ri në jetën e saj. Egli ka rrëfyer me sinqeritet të thellë çfarë ka ndodhur pas dritave të kamerave, larg syve të publikut, atje ku ndjenjat janë më të zhveshura dhe më të vërteta. Duke folur për herë të parë pa filtra, Egli nuk e shmangu pyetjen që gjithë Shqipëria ja ka bërë vetes: çfarë po ndodh me të dhe Gjestin? Sa di unë, u shpreh ajo me një buzëqeshje të përmbajtur. Gjesti ka dhënë një intervistë përpara meje dhe ka deklaruar se jetën private do privatet dhe unë nuk dal dot kundër kësaj. Por ajo që publiku nuk e dinte, ishte se pas kësaj heshtjeje fshihet një lidhje më e thellë se ç'mund të shihet në sipërfaqe. Në një realitet ku marrëdhëniet shpesh lindin në dritat e skenës dhe shuhen pa zhurmë, Egli dhe Gjesti po përpiqen të ndërtojnë diçka më shumë, një ndjenjë që qëndron mbi famën, mbi fjalët dhe mbi gjykimet. Respekti dhe përkrahja janë baza, tha ajo me zë të qetë, por të vendosur. Ne jemi në një vend të mirë, dhe kjo është më e rëndësishmja. Në një botë ku ndjenjat shpesh bëhen tituj dhe privatësia kthehet në luks, Egli dhe Gjesti po ecin në një rrugë të ndryshme, më të heshtur, por ndoshta më të sinqertë. Ata nuk ndajnë çdo moment me publikun, por kur flasin çdo fjalë peshon. Ata nuk kanë nevojë të bëjnë deklarata të mëdha për të treguar atë që ndjejnë. Mjafton një vështrim, një përqafim në heshtje, një përkrahje që nuk vihet nga kamera, por që ndihet thellë. Pas Big Brother VIP, dy zemra të ekspozuara ndaj gjithë Shqipërisë kanë vendosur të mos ndërtojnë një spektakël, por ndoshta një histori. Çfarë do të ndodhë më tej? Askush nuk e di. Por një gjë është e sigurt, në këtë histori, zemrat flasin më fort se fjalët. Dhe publiku pret, me frymë të mbajtur vazhdimin e kësaj historie. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!